sepse Tritoli nuk njifesh. Po dinamiti ishte me një tub letre të mbështjell pluri dinamitit dhe përdoresh me shumicë në ushtëri. Nuk ishit kallëpa, ë? Kallëpa ishin, po si sapuni. Jo si sapuni, ishin të gjatë. Ishin të gjatë. Që futeshin në në ato turrielat që shponin në për bodrum, në për këto tunelet e famshme të mbrojtjes strategjike që do bënden në Verogja etj. Sidoqoftë, sa i gjatë ishte një? Ishte rreth 30 cm. 30 cm. Unë punoja për fat, më zuri se unë ndrova disa punë në Tiranë, por më zuri koha që mendova ta bëj këtë gjë, duke i parë dhe ato dinamitet në përkëmbë, më zuri të isha në një repart ushtarak Gjenjo, të punoja atje. Isha shoferi komandantit. Njifja një Mehmet Gjomema, i cili ishte një burr shumë i mirë, dhe më tha, unë të njotha, sepse kam rekomandim që e shoferi mirë, se u isha në atë kohë, nga që brithja më qonin si dele e zezë që isha në përvepra kush shkonte këta. Fjerës koma, në? Fjerës, vaudejse, qatë themon, vetëm nena qonin, sepse ne ishim, po edhe të zotë, po ishe dhe i përgatitur. Ishim, sepse ne mbijetonim, ne nuk ishim si të tjerët, ne ishim të deklasuar në atë kohë dhe mundësia e vetme që ishte që të jetonim mirë, ishte që ne të punonim, të mësonim, të studionim shumë që të mbijetonim. Dhe kjo më bëri që a i të më merrte pranë vetes, nga që i kisha disa patentën e naftës në atë kohë që ishte luks, që shumë pak në nomenklatura, bide nomenklaturës e kishin. Dhe më mori shoferin e tij. Dhe unë kur shkoja në këto, që inspektonim tunelet që bënte Gjenjo, do thënë reparti jonë, shikoja dinamitin në përkam. Do thënë që punonin ata punëtorët, që bënin ato plasjet, që bënin ato çpimet, dhe e dija çfarë ishte dhe merja me fshehuri një sot, një mbas një javë, mbas 2 javësh. Do thënë, i çoja në shtëpi, po me një fshehuri të madhe, as gruas nuk i kam treguar kur. Si i merje, më trego pak. Po i merja se unë atje isha. Nuk ishe problem tulesh, e? Jo, pa më parë njeri se ku guxon. Pastaj, lënda plase atje kishin 100% verbale kur dilte nga magazinat e tyre. Sepse e dini shumë mirë, ja ky është. Dhe grumbullova rreth nga 10-12 kallëbe dinamit. Do me thënë, ke abuzuar, ke vjedhur punën socialiste. Po, në këtë drejtim. Do me thënë, ti duhesh dënuar si Judi Bodinaku, që çau murin e ambasadës gjermane në Skot, dhe që kur u kthye nga Gjermania i dhani copletër, i thanë, shivi çik, i thanë, ke prishur punën socialiste. Po të paktën këtu nuk mbanin procedurë verbale që sa kallëbe kishin humbur. Se vjedheshin edhe të tjera. Po, sepse atje i kishin futur në plasje dhe... Edhe ecë përpara. Sidoqoftë, i vura i gjeta, do të thënë, i rrëmbeva nga 10 copë. Për sa kohë tu desh? Nga 1 muaj. Nga 1 muaj, e? Po. Ama e kisha përgatitur veten që do bëja diçka me këto. Më fal, e kishe përgatitur veten për të Enveri? Të Enveri, natyrisht. Atje kisha qefin sepse shpërthimi do të jetë hovë këtij kombi, kësaj Tirane në atë kohë, sepse kombi ishte i dërmuar fare, po kësaj Tirane që të lëvizte. Më falë, se shumë frymëzuese kjo dhe po më duket sikur do ta bëja unë këtë gjë në ato vite. Ta garantoj këtë gjë. Jam i bindur se po. Të tregoj një sekret. Ju keni qenë deklasuar? Jo, s'kam qenë. Por duke qenë se kam jetuar këtu, kemi qenë. Natyrisht. Të gjithë ishin. Të gjithë ishin. Nga pak. Jo, kemi qenë të qetë në këto drejtime. Domethënë nuk kemi vlon të gjëja nga brenda, por jo si ju, po. Në mendime, po veprimet ishin të guximshme. Kishim mbyllur gojën si ai dryni i zotit Frashëri, historianit, që e gjeti dhe tha, po mbyll gojën me një dryn 2-3 lekësh. Të tregoj një sekret, dhe se sa voluminoze dhe sa përparimtare do ishte puna jote po ta vije tek shtatorja e Enverit në qendër. Ajo ishte kapur keq. Ishte ai ekzekutuar. Po, përveç kësaj. Pa e vendosur. Pa e shpërthyer. Po të tregoj një sekret strategjik të vogël. Ajo ishte kapur keq. Është montuar shumë shpejt vepra atje. Dhe është kapur me disa... Kush ishte kapur keq? Enveri në qendër të Tiranës. Me disa bulona. Jo. Spekulim dhe vetëm spekulim. Kush thot që ishte me bulona, të cilët ishin shtrënguar në bazament, ka gabim. Unë për ditëria atje. Gjithsesi nuk ishte mirë, ishte e ngjitur nga poshtë, e salduar. E salduar. Dhe platforma kur kishte ai lugat këmbët, flinte ishte vetëm e pastër, pa bulona.
Kështu që lëri çfarë. Jo, dua të them që do jepte shumë efekt, do jepte shumë efekt të shpejtë. Natyrisht, për atë nisa. Ai do shtrëmbrohesh e do binte. Ora ai mund të bësh copa, sepse 10 kallape, di çdo të çfarë fuqie, po 12 kallape që kisha unë. Tani dalim i çik te shpërthimi se më pëlqen pra. Shpërthimi. E mora në fshehur familjes, e përgatita në shtëpi, mora baltë. Çfarë bëre? I ngjeshe? Po nga që unë punoja, domethënë diskutoja me atë orë si i bëni këto shpërthime, i thoshe punëtorëve në këte, dhe ata më thoshin që këshu, çpojmë i vëm, dhe po të ishte në karkas metalike, e dija që do vriste njerëz. Dhe unë ishe, do besha mëkatar, ndoshta i fshehur, po s'do vija ta tregoja sot tek ju, po të kisha vrarë në njeri. Atëre, e futa në karkas balde që shpërthimi ti ishte voluminos, të dëmtonte këmbët e ti, në monumentin e ti, dhe të mos vriste njerëz. Në atë kohë gjithë që nga shtatori Enver Hoxhës e deri tek universiteti poshtë, gjithë ajo bulevardi që themi dëshmorët e kombit, xhirua ishte tradicionale. Atje nuk kishte makina në atë kohë. Makinat ishin të ndaluara, por kishte vetëm xhiro, një palë ikte, një palë vinte. Dhe ne të njohurit tanë atje i shikonim, i përshëndesnim, shikonim me në çup, në një gjë, dashuroheshim, bëheshim, aty shikonim. Por, do me thënë, e vendosa në kërkas balde me qëllimin e vetëm që të jepte imazhin që këtu po ndodh diçka e madhe, por mos të plagosej dhe mos të vriteshin njerëz. Me fitil? Natyrisht me fitil, me kapsol, ja 2 metra. 2 metra, 2 metra sepse mendoja t'i lija kodë vetes edhe nipit që të iknim. Atëherë do ndodhte shpërthimi, se po t'ishe i shkurt do të ndodhte mundësisht edhe në dorë, ose do na shikonin. Na ndihmon pak regjia me ja 2-3 foto të Stalinit në qendër të Tiranës. Të lutem zoti Bujar. Enverit në qendër, Stalinit dikush. Të Stalinit për këtë rast. Për shembull, ja ku është një foto. Çfarë ore ishit kur u nisët të dy bashkë me Kushuririn? Qëndrojmë te kjo foto. Ka qenë mars, domethënë dita nuk ishte shumë e gjatë. Dhe në 8:30 që mendonim të ishim tamam të fshehur, ishte errësirë. Dhe nga që nuk e vura, si thash, tek monumenti i Enverit, do të vujam pak më poshtë, zgjodhëm monumentin e Stalinit. U nisët ju për tek Enveri? E kishit ndarë mendjen për të? Ne, mbasi e pam që nuk mundeshim, e lam Enverin. Shkuate... Do të thënë, pas një jave menduam, ku ta vëm, të Stalinit, thash. Dhe e kisha shumë të guximshëm një bit. Dhe i bajtëm të dy, ishte atje linje kokë. Unë di që në atë kohë, mbasin edhe nuk e merrnin vesh, po u varën 2 veta vetëm se shkruanin poezi. Avzinela, për shka qenë në Huks. Kështu që ishe e ekzekutuar, dhe ata shembull dojnë të bëndin. Do të thënë, kur u bësh shpërthimi të nesërmen, ose atë natë, janë arrestuar si që është faksimilja e... Sigurimi ndaloi 247 persona të dyshuar për ngjarjen. Ministri i Brendshëm shkruan Dervishi në këtë sekretarit parë. Po, Kastriot Dervishi e ka gjetur se e kishte në arshiv, ka qenë drejtori i arshivave. Po. Dhe e zbuloi këtë dhe e shkroi sepse kjo do ishte harruar. E shkroi sepse duhet të dalin të vërtetat. Patjetër. Regjimet ikin e vinë dhe mbulojnë çdo gjë që ka qenë vërtet trimërinë atë kohë. Sepse duan të justifikojnë qëndrimin e tyre që ata janë dhe jo të tjerë. Po kjo është mesele tjetër dhe ju ndoshta do pyes.